Të dashur patronazist, kjo video është për ju. Përveç këmbit dhe trafikut të famshëm tuaj, siç e shihni vetë, edhe argjinaturën e bërë për të ndaluar hyrjen e lumit në qytet. Këto janë pasojat çfarë ka sjell lumi i Beratit. Kam prerë pemët për të bërë argjinaturë me ujë për mos të hyrë ujë në Berat, por për të futur tek ai restoranti që quhet atje Dhelpra, dhe më pas, siç e shihni vetë, lagjen e Goricës. Po ta shikosh me kujdes, shumica e shtëpive jo vetëm që janë të pabanuara, por janë edhe në një gjendje mjerane, çfarë bie jashtë bie brenda. Dhe kjo video shkon veçanërisht patronazhistët, të cilët marrin rrogën qyl dhe mentalitetin fshataresk, kur i tregon të faktet dhe më pas tonë jemi kundërshtarin, po jo s'kemi fonde, jo më thejo të thash, Ali Hoxha Ali, ne nuk luftojmë dot me natyrën, apo edhe më keq, këto gjëra kudo ndodhin. Nëse do ma thonë një qytet të tillë si Berati, që ndodhin të tilla gjëra, dhe kjo është mungesa e neglizhencës së shtetit dhe institucioneve përkatëse. Kjo është lagja e Goricës, lagjë historike, siç e shihni argjinaturën e famshme të bashkisë. Ura e Goricës në vendin ku idhet kryqi, dhe më pas, siç e shihni trafikun e famshëm të Beratit, që vuan për një mungesë rrugë alternative. Dhe fatkeqësisht është edhe shkëmbi, siç e shihni shkëmbin, ka problematika të rënies së gurve në këtë rrugë, dhe pastaj nuk ka një rrugë alternative për të kaluar jashtë Beratit, jo vetëm për të ruajtur qendrën muzeale, por edhe për të ndaluar problematikat që sjell edhe dalja nga shtrati e lumit Osum. Pra, ka shumë problematika, po patronazhistët fatkeqësisht kur ngelen mat, mundohen që të justifikohen duke nxjerrë bllofin, ashtu siç bën në komedinë e 9 nëntorit, duke i mbushur kutit. Kjo nuk është vetëm politik, kjo është një përgjegjësi e atyre të cilëve kanë marrë përgjegjësi dhe që paguhen nga taksat tona. Nëse dikush mund ta shohë se analiza e fakteve dhe argumenteve është politik, atëherë le të largohet të ndërroj kanal. Por fakti flet vetë dhe faktikisht kryetari dhe ish kryetari nuk u dukën më se s'kan çfarë bojnë, por ja vën fajin natyrës apo ja vën fajin edhe mungesë fondeve. Nuk besoj që do ngelet qefi, por uroj që të reflektojnë dhe nëse nuk janë për atë punë të japin dorëheqjen. Është shumë e thjeshtë, është shumë e ndershme. Dhe për sa i përket fjalimit tim, e para sipas gjykatës kushtetuese është e drejta ime kushtetuese të flas atë çfarë shoh me syrin tim, dhe kush nuk i pëlqen, le të ndërroj kanalin, le të largohet, por ne kemi këtë mungesë kulture dhe pa qenë të kulturuar, pa ndryshuar veten, Zoti do na dënoj edhe më shumë. Kjo është pamja e famshme e urës së Goricës, e cila është vendi ku në 6 janar Kisha Ortodokse hedh kryqin dhe më pas, siç është edhe në literaturën krishtere, që bekojnë ujrat. Kërkojnë ndjes ndoshta për emocionet, apo edhe për një dalje nga tema, ose për të thënë që kjo është thjesht politik, por se këtu kërkojmë përgjegjësi për problematikat që hasim për herë në këtë qytet. Ky është shkëmbi i famshëm që nga momenti në moment mund të rrezikojë jo vetëm makina, por edhe rrugën kryesore. Dhe bllokim total të qytetit Beratit, sepse nuk mund kaloj dot një kamion nga kalaja në këto kohëra të shirëve. Prandaj mungesa një rrugë alternative, unazës së madhe, besoj nga Dyshniku, ndihmon
që Berati të ketë frymëmarrje jo vetëm lagja historike. Afrohemi më tej dhe siç e shihni janë mbetjet e drunjta që lumi ka sjell nga rrjedhja e frikshme disa ditë më parë. Pra, ura e Goricës, e cila është rikonstruar disa vite më parë, por jo vetëm kaq, edhe problematika të tjera që ka shtrati i lumit. Kjo është argjinatura e famshme e bashkisë për ta çorë lumin tek zgara dhe për të bllokuar rrugën me trafikun e famshëm që ka Berati dhe për rrëzimin e gurve nga lart që më pas të bllokohet totalisht trafiku. Tek tunelet e famshme të Beratit që janë edhe një spital në raste lufte.